punëtori teknik I shkollës me inicialet HPQ ka ngacmuar një vajzë të mitur. Nxënësit e moshës së mitur të kësaj shkolle kanë qenë cak I ngacmimeve seksuale. Në nëntor të këtij viti duke I treguar video pornografike në telefon. Mbrapa meje është shkolla Nën Tereza në Vranidall, ku nxënësit e moshës së mitur të kësaj shkolle kanë qenë cak I ngacmimeve seksuale nga një punëtor teknik. Gazeta Insideri ka pranuar disa informacione që punëtori teknik I shkollës me inicialet HPQ ka ngacmuar një vajzë të mitur në nëntor të këtij viti duke I treguar video pornografike në telefon. Sipas denoncimeve, punëtori teknik I shkollës me inicialet HPQ vazhdimisht ka përdorur gjuhë të papranueshme ndaj të miturave për pamjen e tyre fizike, përfshirë shprehjet se u qenë kanë rritur të pasmat dhe u qenë kanë rritur gjokset. Drejtori I shkollës Nën Tereza, Milaim Islami, ka thënë për Insajderin se gjatë mandatit të tij nuk ka pasur ankesa të mëparshme për cënim të integritetit moral për punëtorin teknik përveç rasteve të papërgjegjshmërisë në kryerjen e detyrave të punës, për të cilat, siç thekson ai, është ndëshkuar disa herë. Por më njëherë në vijim të deklaratës së tij të dhënë për Insajderin, drejtori bie në kundërshtim me fjalët e tij. Ai nuk e mohon që punëtori teknik ka një rast për ngacmim seksual. Sipas drejtorit, pavarësisht se deklarimet e palëve të përfshira në incident nuk përputhen plotësisht, shkolla ka ndërmarrë masa që në ditën e parë që është marrë informacioni duke e proceduar rastin në Komisionin Disiplinor të DKA-s. Ai konfirmon se bashkëpunimi me institucionet është I plotë dhe se rasti po trajtohet nga shkolla. Ndryshe nga fjalët e drejtorit, Policia e Kosovës ka konfirmuar për Insajderin se I njëjti është arrestuar dje dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për veprën penale, ofrim I materialit pornografik I personave nën moshën 16 vjeçare. Ndërsa Drejtoria Komunale e Arsimit ka konfirmuar për Insajderin se rasti është vlerësuar si shkelje rënd dhe se institucionit arsimor I është rekomanduar që punëtorin teknik ta dërgojë para Komisionit Disiplinor. Sipas DKA-s, Komisioni Disiplinor në nivel komune do ta trajtojë çështjen me seriozitet maksimal dhe do të marrë masa në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, drejtoria ka bërë të ditur se deri më tani nuk ka pasur asnjë denoncim të mëhershëm nga drejtori I shkollës apo nga ndonjë palë tjetër lidhur me punëtorin në fjalë.